Vetëm ajrin kemi mund të asisim brenda dhomës 6 metra katror, po me atë shikim që është cilë atje edhe sot ka hyrë në sallë, me atë ignorancën e vetë, me atë ftyrën e kriminales, me atë ftyrën e shpirtëzezës, na ka shiku të gjithave me radhë. Dhe për mu është një ditë e fitores sot, për faktin se ajo sot ndodhet në pozitën që kemi qenë na, për më vjen keq që ne pagujmë taksa, edhe ju gazetarë dhe të gjithë qytetarët e Kosovës, që ajo të ushqet me taksat tona. Një kriminale tillë duhet të dënohen edhe ato të tjerat munges që në mënyrë për neve, grave, vajzave, që mi burgos në rrethana të jashtëzakonshme, që kemi punu për liri dhe pavarësitë Kosovës, që na kanë dëmtuar edhe gjymtyrët, na kanë dëmtuar psikikisht, moralisht, na kanë përull, na kanë sharë kombin, na kanë sharë ushtrinë çlirëmtare të Kosovës, na kanë sharë nënat shqiptare, djepin e fëmijëve shqiptar dhe gjithçka tjetër.